Mbaj mend kur kam qenë në aeroport për herë të parë, ishte hera e parë që udhtoja me avion për të shkuar në Spanjë. Edhe telefonata e fundit ka qenë me ty më përpara se të arija. Dhe the mami, unë tani do nisem. Edhe mami që më thot, rrugën mbar bija ime. Ama unë nuk e di se si e mori gjithë të rrugë vetëm, sepse ishte hera e parë që prindi im shikonte një prej bijave të veta që të largoheshe kaq larg. Maksimumi thjesht I kishim ardhur në Tiranë. Do thoya që ato 2 javë të para kanë qenë të tmerrshme. Kam pasur një lloj ankthi sepse dilja dhe thoja ku kam ardhur, pse mora këtë vendim, ku po shkoj në universitet, dëgjoja që nuk fliteshe gjuha ime, ndonjëherë ngatrohesha edhe pse dija spanjisht, dija anglisht, dija të komunikoja shumë, isha shumë e shkallët. Thoja, çfarë bëra, pse erdha? Edhe më mungonte shumë familja dhe aty e kuptova realisht, domethënë atë sensin e përkatësisë edhe të vendit tënd. Pastaj normalisht duke integruar sa më mirë në universitet, me miq të tjerë andej, duke parë edhe kultura të tjera se si njerëz të tjerë dhe ata po kishin lënë familjen e tyre për të ardhur për një shkollim më të mirë. Atë thua dalë një sekond thonë do ta mbledh veten, më është një mundësi shumë e mirë, domethënë se duhet të përqendrohem vetëm te gjërat negative dhe te largësia, kur unë duhet ta shfrytëzoj këtë momentin e mirë. Nuk e prisja që shokun kulturor ama ta kisha në Hungari, sepse thoya, e kalova domethënë me Spanjën, nuk kam për ta pasur në Hungari. Në Hungari ka qenë një shok tjetër se thoya, nuk do t'i kem këtë lloj ndjesish, jam shumë herë më aftë tani për ta naviguar këtë jetën jashtë shtetit. Po është një kulturë shumë më ndryshe nga çfarë ti je mësuar. Dhe ndoshta në Hungari, duke qenë që isha në punë tashmë dhe nuk e kisha më atë afrimitetin me, si të thuash, njerëz të moshës time në universitet, që unë mund të kisha histori pak më të ngjashme, po tash isha në një vend pune me njerëz shumë herë më të rritur se sa vetja ime. Nuk e gjeja më dhe këtë përkatësinë gjinore. Më dukesh e vetja, thoja, jam një femër vetëm në një qytet që unë do thoja ishte pak I rrezikshëm për të qëndruar dhe mendoja gjithë kohës për si do ta navigoj tani dhe sa e sigur duhet jem unë për të bërë çfarëdo lloj gjëje vetëm. Në Spanjë do thoja që ishte një ambient pa shumë stigmatizim. Do thoja që ndoshta ky identiteti im nga komuniteti e përmendja, po shumë njerëz do duhet që t'ia shpjegoja dhe t'i tregoja shumë histori që ata të mund të arrinin ta kuptonin. Po edhe stigmatizim për shkak se isha shqiptare nuk e kisha, madje më bënte shumë përshtypje domethënë fakti që më ngatronin ndonjëherë me spanjollet dhe kur I thoja që jo jam nga Shqipëria, edhe prap është shumë larg, nuk e dinin se ku ndodheshe në hartë dhe kur filloja dhe I tregoja sa më shumë për vendin tim, domethënë kënaqesha sepse kishte një lloj kurioziteti dhe një lloj mikpritje që më bënte shumë përshtypje, sepse në Shqipëri normalisht ti do prezantohesh si pjesë komunitetit dhe aty ti do e kesh gjithmonë atë reagimin e parë, domethënë të njerëzve që tani duhet të reagoj pak për mirë, pak për keq, apo duhet ta la akoma këtë personin që të flasi përpara se të duhet të parashikoj ose ta pranoj. Ndërkohë që në Spanjë nuk e kam ndjerë këtë gjë. Do të thoya që në Budapest ka qenë pak më ndryshe, sepse në Budapest ekziston një komunitet shumë I madh rom. Dhe fatkeqësisht gjëja që neve na përndjek ende dhe sot e kësaj dite është që në Europë nuk ndahet ende shumë mirë pjesa e komunitetit rom dhe pjesa e komunitetit egjiptian. Jemi 2 komunitete shumë të ndara, shumë të ndryshme, me histori shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Ndryshime ka shumë, sepse ne fatmirësisht tashmë ne kemi një status, që ne jemi të përfaqësuar më në fund nga shteti shqiptar, jemi të njohur. Kemi dhe shumë ndihmë nga komuniteti europian dhe nga shumë organizata të tjera europiane dhe më larg, për njohjen në komunitetit, për zhvillimin e tij, për ngritjen e kapaciteteve, për përfaqësimin në rrethet sociale të ndryshme. Dhe unë do thoja që është bërë një punë goxha e mirë dhe goxha e fortë. Çfarë unë shikoj tani shumë të nevojshme dhe që do doja që unë të isha një ndihmës shumë e madhe për komunitetin si ato romë, si për ato egjiptianin në Shqipëri, është e shikoj ende që komuniteti ka mbetur pak në atë mentalitetin e vet të viktimizimit. Dhe të dalim nga kjo vorbulla vet, ne vet nuk duhet të japim më shumë zë stigmatizimit, po duhet realisht të tregojmë që si fillim ne jemi qenie humane dhe si qenie humane pastaj me të vërtetë jemi pjesë e komunitetit dhe mund të marrim këto të mira që tashmë shteti na ofron edhe të gjitha organizatat na ofrojnë, po çfarë mund të japim neve akoma edhe më shumë për të dalë nga kjo ndihmesa dhe për të bërë ne ndihmës e shtetit edhe e komunitetit tjetër më të madh akoma se sa ku jetojmë përveç komunitetit tonë të vogël të brendshëm. Prapë në momentin e parë kur kam ardhur në Shqipëri, thoja që do ta
do marr më kurajën për të shkuar në ndonjë vend tjetër dhe tani që ka kaluar pak kohë që jam kthyer, mendoj që po, do ta marr. Ndoshta në asnjë nga këto vende, ndoshta në një vend akoma edhe pak më të largët, po përsëri për ta sfiduar veten edhe për të parë se çfarë frika është e reja dhe çfarë sfidash si një femër do më sjellë një shtet i ri.